Ka mënyra të ndryshme për të shprehur atë që ndjen dhe për të sjellë bukurinë në jetë. Për Iridën, kjo bëhet përmes artit me pika, me durim, përkushtim dhe shumë kreativitet, e u krijon punime ku çdo pikë vendoset me kujdes, duke formuar kompozime plot ngjyra, harmoni dhe detaje. Një pasion që nga një pikë e vogël shndërrohet në një vepër arti. Pas këtyre punimeve qëndrojnë orë të tëra për qëndrimi dhe një dashuri e veçantë për detajin. Irida nuk krijon thjesht forma dhe ngjyra. Përmes pikave, ajo ndërton një mënyrë të sajën për të treguar histori dhe për të përcjellë emocione. Çdo punim është i veçantë dhe mban brenda tij një pjesë të imagjinatës dhe përkushtimit të saj. Unë jam Irida Marku dhe merrem me artin me pika. Fillimisht kjo lindi si pasion ose si nevojë për të mbushur kohën e lirë në mënyrë cilësore. Dhe kështu pak nga pak kërkova nëpër internet dhe gjeta një mundësi të një kursi specializuar. Dhe aty mora thjesht njohuritë e para, ABC-n e kësaj pune. Pastaj pak nga pak me eksperiencë, duke u interesuar edhe vetë, duke mësuar edhe vetë më shumë, duke kaluar shumë kohë në studio me pikturat e mia, pak nga pak po perfeksionohet puna. Por mbi të gjitha unë marr shumë kënaqësi nga kjo punë. Unë fillova në vitin 2023 dhe merresha 1 orë, 2 orë në ditë, ndërsa tani unë merrem 8 orë, 9 orë në ditë me këtë. Pra kjo lindi si pasion dhe tashmë është kthyer në profesion. Punimi i parë ka qenë diçka e vogël, modeste, por pak nga pak shkova në një punim shumë të vështirë, që është Buda. Është një punim shumë i sofistikuar që merr kohë, do shumë kohë dhe durim, por unë kam marrë shumë kënaqësi. Ky art aplikohet në çdo lloj sipërfaqe të sheshtë, në telajo, në gur, në dras, në plastik, në qelq, në çdo sipërfaqe të lëmuar. Bojrat janë bojra akriliku me bazë uji, antialergjike dhe të cilësisë më të mirë në treg. Ky quhet art me pika sepse duke bashkuar pika të madhësive të ndryshme në një skicë të caktuar krijohet një formë ose një model i caktuar. Dhe del një punë e përfunduar si këto që janë të ekspozuara në studio. Për të dhënat e mia, momenti më sfidues është nxjerrja e skicës dhe modelit. Pastaj ajo është baza, pastaj puna ecën vetë. Puna fillon kryesisht me një skicë caktuar, por rrugës ndryshon ideja, ka shumë fantazi. Kjo punë të le shumë hapësira për fantazi dhe për krijimtari. Momenti më sfidues i kësaj pune është nxjerrja e modelit. Por modeli është një bazë, pastaj gjatë punës ndryshon modeli, në varësi të fantazisë, në varësi të humorit. Ky lloj arti ka shumë larmi dhe t'jep shumë mundësi fantazie. Pra ti e nis në një mënyrë të caktuar dhe e përfundon në mënyrë të caktuar, mjafton që vepra të shkojnë në harmoni, ngjyrat bashkë me modelin. Punimet që unë bëj kryesisht janë sipas porosive të klientëve, referuar kjo faqes internetit, faqes time të Instagramit dhe të Facebookut, që janë pigment.al, dhe aty unë paraqes gjithë punimet e mia dhe mbi bazë të tyre zgjedhin klientët çfarë duan, mund të kërkojnë diçka të ngjashme ose në diskutime bashkë mund të krijojmë një vepër të veçantë. Kryesisht tendenca ime është që çdo gjë të jetë e veçantë. Pra dhe kur dikush kërkon një vepër të referuar, unë do gjej diçka, një ngjyrë, një dizajn tjetër që t'ja bëj ndryshe, sepse këtu është dhe kuptimi i punëve të dorës, punëve handmade, që veprat jetë unike dhe mos jenë dy të ngjashme. Koha e veprës varet shumë nga madhësia, varet dhe nga modeli. Një vepër e tillë, për shembull, kjo është në diametër 50 cm, kjo merr rreth një javë punë, kohë të plotë, 8-9 orë punë në ditë. Është punë e vështirë, kjo punë kërkon shumë precizion, kërkon saktësi, kërkon durim
dhe kryesisht kërkon kohë dhe përqendrim. Për punimet e mia, unë frymëzohem nga gjithçka që shikoj rreth e rrotull, nga natyra, nga libra, nga filma, nga jeta e përditshme. Për shembull, ajo që unë kam shumë për zemër është kultura kineze, dhe për këtë kam dhe një vepër, jo vetëm një vepër kam bërë, madje kam dhe tatuazh në trup, yin yang. Filozofin që çdo e mirë ka të keqen, çdo e keqe ka të mirën, që ne nuk jemi as të mirë as të këqij, i kemi të gjitha bashkë. Dhe kjo edhe mua më përfaqëson si njeri, më pëlqen si filozofi dhe kam si bazë në shumë punë të mijat. Për këtë art po tregohet sot interes, tregohet interes nga mosha të ndryshme. Fëmijët kanë shumë interes sepse kjo ka jo vetëm efektin artistik si punë, si art, por edhe edukativ. Të kalit vullnetin, të kalit durimin, ulesh, të largon nga celulari, mbushin kohën e lirë, pra kërkon një orë përqendrim që sot për prindrit është shumë e vështirë ta realizojnë për fëmijët e tyre, por ka interes edhe për grup moshat e kryesisht gra të moshave 40-45 e më tepër, sepse është mosha që kam disi kohë më të lirë. Pas gjithë detyrimeve dhe lodhive të përditshmes, njerëzit kërkojnë diçka relaksuese dhe kjo është dhe një mënyrë e këndshme socializimi, ne rrim me njëri tjetrin, pim një gotë verë, bisedojmë dhe krijojmë dhe çdo punë që bën secili e merr me vete dhe ka si një kujtim në jetën e tij. Punët e dorës, unë gjykoj që po fillojnë të vlerësohen pas një periudhe të vështirë të këtij tranzicionit shqiptar. Dhe konkretisht arti me pika, për faktin që nuk njihet shumë në Shqipëri, nuk kuptohet edhe vështirësia e punës. Nëse dikush do shikoj me kujdes videot e mia në Instagram, që janë kohë reale të punës, do kuptoj se sa e vështirë dhe sa e impenjative është kjo si punë, dhe për punën dhe për impenjimin që kërkon nuk është akoma vlerësimi i duhur. Megjithatë, unë jam optimiste sepse pak nga pak, duke parë dhe kërkesat dhe interesimin e njerëzve, ky art po njihet edhe po vlerësohet për efektin relaksues që ka. Vërtet duket e lodhshme gjatë punës, por efekti që ka në tru është i jashtëzakonshëm. Klientët janë të kënaqur, fakti që klientët kthehen dhe blejnë për së dyti, për së treti, ose blejnë dhuratat momentit fundit, mua kjo më jep shumë kënaqësi. Njerëzit që e vlerësojnë vërtet punën e dorës, e shprehin mirënjohjen dhe vlerësimin për këtë punë. Dhe mua kjo më bën shumë të lumtur për të vazhduar më tej këtë punë me punë më të mëdha dhe më të sofistikuara. Kjo si punë kërkon bazë ka ngjyra kontrastesh. Pra kryesisht luhet me kontrastet e bazës dhe ngjyrave. Personalisht unë jam tek e zeza me të verdh, me flori, e zeza me të kuqe, por kjo varet dhe nga preferencat e klientit apo tema mbi cilën do punohet. Për shembull, nëse kërkohet një mandala e ndritshme, futen e kuqe, e bardh, ngjyrë art. Nëse kërkohen mandala të qeta, futen nuancat e blu, bojqelli, jeshile dhe me gjithë nuancat e veta. Por kryesisht krijohen kontraste. Këto janë sekretet e punës. Mesazhi im për të rinjt është që të merren me punët e dorës, me çdo lloj pune dore, por kryesisht me artin me pika, sepse është punë shumë relaksuese, është një punë që t'jep shumë kënaqësi, se është një proces nga zero deri në përfundim. Dhe ti nxjerr nga duart e tua një vepër, është si të rrisësh një fëmijë. Dhe kjo t'jep shumë kënaqësi. Është një mënyrë relaksi, një mënyrë socializimi me njerëzit, pra kjo ka shumë benefite. Unë e fillova kryesisht për benefite dhe vazhdoja marr benefite të mendore, shpirtërore kësaj pune, këtij arti.